Pronarët e bizneseve dhe shtëpive tek stadiumi Loro Boriçi janë rikthyer protestave sepse pretendojnë se po bëhen sërish lëvizje nga qeveria për t'i shembur godinat aty. Pronarët dyshojnë se ajo hapësirë do përdoret për ndërtimin e një qendre tregtare dhe jo parking, siç ka deklaruar kryeministri Rama. Ka 2 vjet kjo punë që na shqetësojnë punën e shtëpive. Stadiumi ka përfunu, neshet janë të zhvillu, problem për nesh nuk kanë, parkingi mjaftueshëm për këtë stadium është. Edhe nuk e kuptojmë punën e tyre pse s'na lënë rahat në shtëpia tonë, në pronën tonë me dokumenta me tana të rregullta. Prandaj kam frikë se kjo punë është e qëllimshme, se dikush ka mundësi që do me përvetësu për veti këtë trolli këtu. UEFA ka miratu stadiumin e Shkodrës, prishin shtëpia për një parking, kjo është nuk noll kërkum. Me 6.000-7.000 metra katror që hapen tokë këtu për një parking, as në Barcelonë nuk ekziston. Biznese janë një 3 biznese, 4, edhe 6 banesa. Pretendon vetëm e marr përkohësisht që nesër mas nesrit me një VKM tjetër t'ja laj trullin dikujt tjetër që çohet një 15 kaçito. Pronarët shprehen se do vetë flijohen, duke mos pranuar që dalin nga aty dhe s'janë dakord me asnjë lloj çmimi për shpronësim. Kanë ardhur, kanë marrë dokumentat, i kanë fotokopjuar, ne kanë thënë do t'i shpërndajmë ne këtë, ne nuk do na shpërndajmë. Na do na mënejt i kështu si qena, ne do të pranojmë mufliu i këtu. Se në fundit unë një farë moshët e kam po të pak të fëmijët tonë, e brezat tonë të jetojnë normalisht. Ja, s'na intereson çmimet, ne na intereson që mos lëvizim hiç për këtu. Aja është, për ne nuk ka negociata për sa ata kanë për punë çmimeve. Pse jemi përsur e kemi bërë konform rregullave dhe konform ligjeve të shtetit shqiptar. Përderisa shteti shqiptar nuk pranon që të ecë mbas ligjeve dhe rregullave, atëherë edhe ne do dalim jashtë rregullave. Nëse është një lojë pa rregulla, do luajsim pa rregulla. Rregullat do i vendosim sot nga sot e tutje, ne. Absolutisht kërkush tjetër. Burime për Star Plus bëjnë me dije se grupe vlerësuesish për shpërndësimet të ardhur nga Tirana kanë zhvilluar një takim në Bashkinë Shkodër, por nuk kanë marrë miratim për prishjen e banesave tek stadiumi i Shkodrës. Deri tani s'ka asnjë lloj vendimi, ndërsa duhet pritur se si do shkojë kjo çështje në vazhdimsi.